Një historik i shkurtër i familjes së Zef Tunleshit, nga fshati Vraniq i Gjakovës. Zef Tunleshi u lind më 16 mars të vitit 1933 në fshatin Vraniq të Gjakovës, në një familje me gjendje të mirë ekonomike. I ati Tuna dhe nëna Jana i kishin 2 djem dhe 2 vajza, Marku, Prena, Zefi dhe Gjyla. Familja Leshi ishte familja dhetare, punëtore, me gjendje të mirë ekonomike. Familja Leshi ishte e vogël për nga numri i pjesëtarëve të familjes. Zefin e fejojnë shumë të ri në vitin 1943 në moshën 10 vjeçare me Hane Nuk Krasniqin nga fshati Meqe. Fejesën e kishte kryer agja i tij, Pashk Mark Leshi. Lufta e dytë botërore Zefin e kishte zënë si bari i vogël, i cili u kujdeste për grigjen e tij. Familja nuk e dërgon në shkollë, por shkrim dhe lexim i kishte mësuar nga vllai i madh Marku, i cili i kishte kryer 4 klasë shkolle, kurse për urtësi, mençuri dhe trimëri ishte edukuar nga jati Tuna dhe nëna Jana. Vrasja e djalit të agjes Ded Pashk Leshit më 25 tetor 1944 në Tropoj, në luftë kundër forcave komuniste, ja kishte këputur shpirtin Zefit si fëmijë, por i kishte dhënë një mësim të mirë se sa e rëndë është robëria, se jeta është shumë e shtrenjtë, por edhe ajo është pak palirinë e Kosovës. Rënja e Det Pashk Leshit ishte një humbje për familjen, pasi që deda ishte djali i vetëm i Pashkit, por ishte guxim dhe frymëzim për Zefin dhe brezët e ardhshëm. Zefi ishte i urtë, punëtor, i ndëgjueshëm, bujar, trim, i vendosur në vendimet e tij. Në vitin 1949, në moshën 16 vjeçare, ishte përleshur fizikisht me një çift serb që ishin vendosur në fshatin Vraniq dhe si pasojë arrestohet nga policia serbe dhe dënohet me 3 muaj burgim nga prokurori Tahir Hoxha. Dënimin e vuan 2 javë në Gjakovë, 1 javë në Gurakoc dhe pjesën tjetër në burgun e Istogut. Pas burgut e dërgojnë në punë vullnetare në bjeshkët e Deçanit për 2 vite me radhë gjatë vjeshtës. Si familje patriotike, familja Leshi ishte gjithmonë sy të pushtuesit që nga koha e Marka Leshit, i cili kishte kontribuar shumë për çështjen kombëtare. Marka Leshi kishte lidhje të ngushta me trimat e kohës, si Zefin e vogël, Maxhun Imanin, Pjetër Nu Mark Doqin nga Mirdita e tjerë. Rrugën e Marka Leshit e ndoqën edhe djemt Pashki dhe Tuna, të cilët në njërin anë i forcojnë lidhjet me miqtë vjetër, kurse në anën tjetër i krijojnë lidhje të reja me patriotët e kohës si Lazar Funda, Emin Duraku, Qel Shabani e Nupër Leshku. Kullën e Marka Leshit, patriot dhe adhëtar, e kishin si shtëpi të tyre në çdo kohë dhe çdo situatë. Edhe Zef Tunleshi ishte rritur në frymën e patriotizmit, bujarisë, besnikërisë e dashurisë për të afërmit dhe për Kosovën. Familja Leshi ishte në shënjestër të Rankovicit. Familjes Leshi regjimi komunist ia plaçkitte baktin, grurin, misrin, rrobat e familjes e shumë gjëra të tjera në emër të shtetit për aksionin famkeq të është quajtur Otkupi. Pas luftës së dytë botërore në fshatin Vraniq të Gjakovës, kishte 3 shtëpi shqiptare dhe 25 shtëpi me serbe malezez, të ardhur nga vizite ndryshme të Serbisë, Malit të Zi dhe Bosnjës. Dhe familja Leshi e kishte për detyrë që këto familje ardhacake serbe dhe malezeze t'i largoj sa më parë, andej nga kishin ardhur. Gjatë gjithë kohës Tun Mark Leshi punonte dhe vepronte se si popullata serbe në Vraniq të largohet sa më parë nga tokat e shqiptarëve. Në vitin 1955, në moshën 22 vjeçare, Zefin e dërgojnë në shërbimin ushtarak në Gospiç,
dhe e lirojnë nga shërbimi ushtarak pas 6 javësh, pasi kishte dalur i ftohur rënd që nga koha kur ishte në burg. Me njëherë pas i lirohet nga shërbimi ushtarak në vitin 1955 në muajin nëntor, Zefi martohet me Hane Krasniqin nga fshati Meqe. Zefi dhe Hana i kishin 10 fëmijë, 4 vajza dhe 6 djem. Zef Leshi kishte kontribuar shumë me veprimet e tij strategjike, duke blerë tokat e familjeve serbe dhe malezeze që ishin uzurpuar nga shteti serbo-komunist në fshatin Vranić. Kjo fushat e familjes Leshi ka filluar në vitin 1958 dhe ka vazhduar për 19 vite deri në vitin 1979, ku në fshatin Vranić kishin mbetur vetëm 4 shtëpi serbe dhe malezeze. Familja Leshi nga ditë në ditë po rritet si me antar të familjes ashtu edhe me pasuri. Kështu që në vitin 1969 i kishte 34 antar të familjes dhe mbi 50 hektar tomë. Nga familja Leshi në vitin 1976 krijohen 3 familje. Familja e Mark Tun Leshit me 19 antar, familja Zef Tun Leshit me 8 antar dhe familja e John Nue Leshit me 10 antar. Zef Tun Leshi nuk ishte i pajtuar që edhe më tutje në Vranić kishin mbetur edhe 4 familje serbo-malezeze që ishin vendosur në tokat e shqiptarëve. Zef Leshi vazhdimisht bënte përpjekje që t'i largoj sa më parë familjet ardhacake, duke vazhduar me blerjen e tokave të uzurpuara dhe kështu në vitin 1986 i kishte bler edhe 2 hektar dhe 50 ari nga 2 familje serbe. Zefi i kishte djemt e vegjël dhe dora e djathtë të Zefit tani ishte djali i madh Prani, i cili në moshën 14 vjeçare punonte me kos me motor, duke kusitur livada në përfshatrat Vranić, Doblibare, Qerim, Bordosan, Osekpash e tjera, dhe nga kjo punë ndihmonte shumë familje. Zef Leshi ishte shumë bujar dhe u mundonte t'i ndihmonte familjet skamnore e sidomos për festën e Shënkollit, ju dhuronte nga një qingj për kurban familjes së Gaspër Preqit invalid dhe det prenëndrecajt nga fshati Doblibare. Zef Leshi nuk pajtohej asnjëherë dhe vazhdimisht e ngrinte zërin kundër pushtuesit serbo-malezez, si në përtubime mortore, ashtu edhe në ato gazmare. Zef Leshi ndër të parët e kishte ngritur zërin në mbështetje të minatorëve të ngujuar të Mitrovicës. Ishte pjesëmarrës i të gjitha aksioneve humanitare, si me para, rasti i televizionit Prishtinës, familja ndihmon familjen, si me ushqime, veshmbathje e tjera. Mark dhe Zef Leshi kishin pajtuar shumë nga Teresa dhe Gjakra. Të gjitha veprimet humanitare dhe kombëtare Zefi i kishte përcjellur me shumë kujdes edhe tek anëtarët e tjerë të familjes. Humanizmi, bujaria, besnikëria, trimëria, mençuria dhe shkollimi ishin gjithmonë dëshira dhe qëllimi i Zef Leshit për brezat e ardhshëm. Në verën e vitit 1988 thirrën nga policia serbe Mark, Zef dhe John Leshi dhe maltretohen fizikisht dhe psikikisht për 2 javë nga Camovici dhe Milutin Prashchevici, me arsyetimin e dorëzimit të armatimit. Kurse Zef Leshi ishte maltretuar edhe për shkakun se i kishte detyruar të shpërngulin familjet serbe dhe malezeze nga fshati Vranić. Gjatë maltretimit, shërbimi sekret serb kishte provuar në vazhdimsi lojën e vjetër për çaj dhe sundo, të krijojnë ndasi dhe urrejtje në mes banorëve të fshatit Vranić dhe Doblibare, me arsyetimin se kujshia juaj na ka treguar se ju familja Leshi keni shumë armatim. Kurse përgjigjja e Zef Leshit ishte se të gjitha këto dredhi dhe shpifje i ka bërë Drag Simonovici, malezez nga fshati Vranić. Pasi Zef Leshi ishte i vendosur në pohimet e tij rreth dredhive të Drag Simonovicit, menjëherë janë ndërprerë maltretimet dhe i kanë liruar Markin, Zefin dhe Gjonin, dhe nuk i kanë ftuar
t'i maltretojnë më tutje. Vitet e 90-ta, Zef Leshi me djem ishte në balë të mobilizimit të popullatës kundër pushtuesit serb, si në mbledhjen e ndihmave për familjet skamnore, ashtu edhe në organizimin e mbajtjes gjallë të shkollës shqipe. Zef Leshi ishte në të gjitha tubimet mortore ose gazmore në Dushkaj dhe rrethim të Gjakovës. I këshillonte popullatën që mos të lëshojnë Kosovën, mos të bëhen vegle pushtuesit serb, mos të bëhen viktim e regjimit, por të bashkuar pranë njëri tjetrit dhe të ndihmojnë njëri tjetrin në situata të vështira. Familja Leshi e kishte kuptuar se pushtimit serb po i vinte fundi, sepse sa më shumë që rritej dhuna serbe, aq më shumë popull i bashkohej rreth kauzës kombëtare. Familja Leshi e dinte mirë se liria nuk fitohet pa mund dhe pa gjak, dhe këtë porosi e kishte dhënë me kohë edhe për brezin e ri. Me daljen e ushtrisë çlirimtare të Kosovës në skenë, Zef Leshi me tërë familjen vullnetarisht ju bashkuan luftës së armatosur. Vëllezërit Leshi, Gega, Nika, Mema, Toma dhe Deda ishin të parët në rajon që ju bashkuan trimave të lirisë. Familja Leshi e kishte udhëhequr popullin drejt bashkimit, drejt rrugës së lirisë, drejt fitores përfundimtare kundër pushtuesit shekullor slavo-komunist. Familja Leshi ishte njëra prej bazave dhe vatrave të para të organizimit dhe shtrirjes së projektit tonë më të madh për liri, të udhëhequr nga ushtria çlirimtare e Kosovës, deklaron General Ramosh Haradinaj më 1 mars 2014. Lufta armatosur ishte ëndër e vjetër e familjes Leshi, sepse aty ku derdhet gjaku lind liria, thoshte plaku Zef Leshi. Tani vëllezërit Leshi ishin kudo në organizimin e popullatës në luftë kundër pushtuesit serbo-komunist të satrapit Ballkanit Milošević, si në Dushkaj, Dugajin dhe Anadrini. Si në organizimin e popullatës për mbrojtje dhe armatosje, si në lëvizjet e sigurta për armatim, për medikamente mjekësore, lëvizjet e luftëtarëve prej një zone operative në një zonë tjetër, tani udhëhiqen nga vëllezërit Leshi. Vëllezërit Leshi nuk pushonin ditë as natë, duke vepruar dhe bashkëpunuar me luftëtarët e tjerë të lirisë që i prinin luftës në Dugajin dhe Dushkaj, si vëllezërit Haradinaj, Brahimaj e Zeneli. Pra, ishte koha vendimtare që populli shqiptar të shikoj se çka e bashkon e jo çka e ndan atë. Familja Leshi ishin zbuluar nga shërbimet sekrete serbe më 3 gusht të vitit 1998. Dhe nga kjo datë, Serbia po përgatitej për një sulm të befasishëm mbi familjen Leshi. Dhe ky sulm ndodhi më 7 gusht të vitit 1998 në ora 15. Ishte ditë e premte kur u rrethua familja Leshi nga forcat e shumta policore, ushtarake dhe paramilitare serbe, të armatosur me tanke, praga, autoblinda, mina hedhsa 60 dhe 80 mm, sniper dhe shumë forca toksore. Edhe familja Leshi ishte përgatitur me kohë për një betejë të madhe për lirinë e Kosovës. Po atë ditë, në ora 6 të mëngjesit, familja Leshi i kishte larguar familjarët që nuk ishin për luftë, gratë dhe fëmijët, në vende më të sigurta të miqtë dhe dashamirët e familjes, dhe kishin qëndruar të gjithë ata që ishin të përgatitur për një betejë të armatosur. Betejë filloi me granatime dhe snajper. Forcat qetnike serbe kishin rrethuar oborrët. Ishte rrethuar i gjithë fshati vraniq me mjete të rënda dhe këmbësori. Familja Leshi po qëndronte e fortë, po luftonte heroikisht për ta dominuar terrenin gjatë kësaj betejë të pabarabartë. Këmbësoria serbe kishte dështuar
që t'ja bëjnë një rrethim të plot familjes Leshi. Luftimet po zhvilloheshin shumë afër, thuajse dhëm për dhëm. Dhe kjo ishte përparësi për familjen Leshi, pasi ishin shumë mirë të armatosur për luftimin në afërsi, siç ishin bombat e dorës. Edhe terreni ishte përparësi i familjes Leshi. Forcat serbe kishin shumë armatim dhe trupa toksore. Familja Leshi kishte shumë vendosmëri dhe moral të lartë luftarak. Vullnet që mas një çmim të mos dorëzoheshin për të drejtët e veta për liri. Gjatë 3 orë luftimesh të rrepta, familja Leshi arriti të kalojë nëpër 3 rrethime. Dhe gjatë këtyre luftimeve ranë 2 dëshmorë, Kol John Leshi dhe Mark Tun Leshi. Forcat serbe kishin mësuar humbje dhe prej mllefit dogjën çdo gjë që kishin përpara. Familja Leshi humbi 2 anëtarë të familjes, e humbi tërë pasurinë që i kishte ndërtuar për 50 vite, ndoshta e humbi edhe betejën e 7 gushtit, por e fitoi luftën. Pasi me shembullin e qëndresës heroike shqiptare, i dha leksione regjimit barbar serboslav se si luftohet dhe rezistohet për mbrojtjen e pragut të shtëpisë dhe për çlirimnat dhe nga bishat karpatiane serbe. Qëndresa familjes Leshi i tregoi Serbisë dhe botës se Kosova nuk ishte e ndarë në katolik dhe islam, por të gjithë ishin shqiptarë. Dhe si të gjithë këta luftetarë e luftetaret e ushtrisë çlirimtare të Kosovës kishin një flamur, një këmbë, një kulturë, një histori, një adve, dhe se ishin bashkuar rreth kauzës kombëtare, pa dallim, për liri, shtet dhe bashkim me familjen e madhe evropiane. Familja Leshi e vazhdoi aktivitetin luftarak në Anadrini, zonën operative të Pashtrikut, ku u prit me shumë respekt nga banorët e Anadrinisë. U vendosën në fshatrat e saj si në Ratkoc, në familjen Krasniqi dhe në Dobidol në familjen Gashi. Me njëherë vazhduan luftën dhe qëndresën në bashkëpunim me luftetarët e Anadrinisë deri në ofensivën e shtatorit të vitit 1998. Pas ofenzivës së shtatorit, familja Leshi u nda në 2 grupe. Zef Leshi me familje qëndruan në Kosovë, kurse grupi tjetër kaluan në Shqipëri. Sa më shumë që po ashpërsohej dhuna serbe, aq më afër ishte arritja e çlirimit të Kosovës. Tani strategjia e vazhdimit të luftës ishte në grupe të vogla. Familja Leshi i kishin ndarë detyrat para se të largoheshin nga fshati Ratkoc. Nik Leshi dhe Sokol Morina shkojnë në Shqipëri për armatim, Mem Leshi dhe Lesh Gjok Leshi merren me strehimin e familjeve në vende të sigurta jashtë zonave të luftës, te Frok Prengjoka dhe Kol Ndrece Gjoka në Osek Pash, në Planqore te familja Frokaj, në Novosel te familja Dodaj, në Doblibare te Gjok Tom Ukaj, në Brokoc te Marian Froki, në Gjakov te Ded Sadria, në Salagrazd te Nun Sokoli, kurse Gega dhe Toma shkojnë në Shqiponj, ish Jablanic dhe bashkohen me pjesën e mbetur të luftetarëve të lirisë. Në këtë kohë, zona operative e Tugaxhinit ishte në situatë shumë të rëndë, më e vështira prej se ishte formuar, pasi shumica e luftetarëve kishin dezertuar dhe kishin ikur në Shqipëri, Maltëzi dhe Maqedoni, ose e kishin gjuajtur uniformën, armatimin dhe ishin bashkuar me kolonat e popullatës civile që po largoheshin nga Kosova. Vëllezërit Leshi, Gega dhe Toma kishin armatim më shumë se sa rreth 35 luftetar sa kishin mbetur në Shqiponj. Atje takohen me komandant Ramushin, vëllezërit Haradinaj, Brahimaj, Zeneli dhe disa luftetarë nga Gjakova dhe me njëherë fillojnë të riorganizohen, i marrin detyrat, ku më e rëndësishmja ishte armatimi, vullnetarët, ushqimi dhe veshmbathja.
Nga ky moment vëllezërit Leshi merren me sjelljen e vullnetarëve dhe armatimin, ku i vetmi vend i sigurt për armatim ishte Shqipëria. Gjatë shkurjes për Shqipëri dërgojnë luftëtar të plagosur, familje dëshmorësh, familje luftëtarësh dhe gjatë kthimit sjellnin vullnetar dhe armatim. Gega dhe Toma në rrugën e parë nga Shqipëria për në Shqiponjë i kanë sjell 4 luftëtarë, në kohën kur askush nuk besonte që mund të kalohet kufiri në mes Kosovës dhe Shqipërisë. Pasi forcat serbe kishin sjellur armatim të sofistikuar për ta bllokuar kufirin, kurse Nika dhe Sokol Morina i kanë sjellur 3 vullnetar, gjithsejt 7 vullnetar në 2 rrugëtime. Grupi të armatimit i përbër nga vëllezërit Leshi, Gega, Nika, Mema, Toma dhe Sokol Morina në muajin nëntor u bashkohet edhe Sajt Krasniqi. Kurse në muajin dhjetor, grupi të furnizimit u bashkohet edhe vllai i madh Pren Zef Leshi, i ardhur nga Zvicra, ku punonte me vizën B. Gjatë çdo rrugëtimi numri i vullnetarëve rritej duke shkuar deri në 50 vullnetarë të armatosur dhe për 3 muaj rrugëtim nga ky grup i armatimit, zona operative e Dugazhinit përsëri u bë zona kryesore e luftës dhe me forta, si me vullnetar ashtu edhe me armatim. Gjatë rrugëtimit, grupi i armatimit pushonte në fshatin Rezin të Margëgjoka, në Lipovec të Brahim Berisha, në Meqe të Pjetër dhe Maresh Krasniqi, në Smaq të familja Quni dhe në Shqipëri në Vlanë të Hasit të familja e Avdi Sokoli. Rrugëtimi i vëllezërve Leshi për të forcuar ushtrinë qëllimtare të Kosovës për tokën e bekuar të Kosovës vazhdon rreth 5 muaj pa ndërprerje. Këtë rrugëtim e ndaluan pritët e 27, 28 dhe 29 janarit të vitit 1999 në Bishtazhin, Goden dhe Rogov të Hasit. Dhe ky ndalim ishte i rëndë për luftën, pasi ranë 24 luftëtar dëshmor për lirinë e Kosovës. Në mesin e tyre edhe vëllezërit Mem dhe Pren Zef Leshi. Edhe në këtë rast Serbia prapë po bënte përpjekje që të fshihte të vërtetë, duke i varrosur vëllezërit Mem dhe Pren Leshin natën në varrezat e Gjakovës, që përmes kësaj propagande të mashtronte edhe një herë opinionin ndërkombëtar se në Kosovë po luftohet vetëm fundamentalizmi islamik. Mirë po aty gjenden të pamposhtur prap familja Leshi dhe vëllezërit Mem dhe Pren Zef Leshi, të cilët me qëndresën dhe gjakun e tyre i treguan opinionit ndërkombëtar se kjo propagandë serbe nuk është e vërtetë. Por e vërteta ishte se Serbia po vriste, masakronte dhe po shkatronte çdo gjë shqiptare, pa dallim. Vëllezërit Leshi vazhduan në rrugëtimin e lirisë deri në çlirimin përfunditar të Kosovës. Ushtria çlirimtare e Kosovës me qëndresën dhe politikën e saj të mençur e bëri për vete tërë botën demokratike perëndimore. Më 24 mars 1999, ushtria çlirimtare e Kosovës dhe populli i Kosovës e kishte në mbrojtje mikun e vjetër të Shqipërisë dhe Kosovës, Amerikën, Evropën dhe forcën ushtarake më të madhe të botës, NATO, e cila me goditjet kundër forcave dhe caqeve serbe për 72 ditë me radhë e detyruan regjimin barbar serb të Miloševićit të largohet e turpëruar dhe me bisht në këmbë nga Kosova martire. Rruga e gjatë dhe e mundimshme e popullit të Kosovës për shekuj me radhë u shpërblye në 2 drejtime. Në njërën anë e fituam lirinë e shumë pritur dhe në anën tjetër e kishim në krah tërë botën e qytetëruar demokratike. Rivorrimi i vëllezërve Mem dhe Pren Zef Leshi bëhet me 12 dhjetor 1999 në varrezat e fshatit Vraniq pranë dëshmorëve Kol dhe Mark Leshi. Bac Zef Leshi qëndronte i fortë, sepse kishte arritur ditën e fitores së madhe të Kosovës. Kishte parë të ngritën lapidar dhe përmendore
për dëshmorët e rënë në luftën për liri e bashkim kombëtar. Kishte arritur të shikojë se si nipat dhe mbesat po rriten në Kosovën e lirë. Kishte arritur të dëgjoj këngë për dëshmorë, të shoh libra dhe vepra që shkruheshin për luftën dhe qëndresën heroike të rinisë shqiptare të Kosovës e të gjitha trojeve tona etnike. E kishte përjetuar pavarësinë e shtetit Kosovës. Dëshira e tij e fundit ishte që të varroset pranë djemve, memës dhe pranit, pranë nipit Kolës dhe vëllait Markut. Gjithë ky mundim, gjithë ky rrugëtim, e gjithë kjo forcë, e gjithë ky vullnet, e gjithë kjo sakrificë nga familja Leshi dhe vëllezërit Leshi, pa edukatën e prindit Zef Leshi, nuk do të ishte e mundur të bëhej kaq madhështor. Lavdi dëshmorëve të familjes Leshi, lavdi të gjithë dëshmorëve të kombit. Lavdi i jetës dhe veprës së Zef Tun Leshit. Familja Leshi sot i ka 76 anëtar të familjes, ku 41 prej tyre jetojnë në Kosovë dhe 35 anëtar jetojnë në mërgim, si në Zvicër, Amerikë dhe Çeki. Ushëkë,